U kthye nga Stambolli me 14 valixhe me ilaçe dhe 300.000 euro, Prokuroria e Tiranës dërgon në gjyq 5 kosovarët. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq 5 shtetas nga Kosova të akuzuar për veprën penale kontrabanda me mallra të licencuara në bashkëpunim. Të akuzuarit AM, BZ, AG, AI dhe FZ janë kapur në aeroportin e Rinasit në dhjetor 2024, teksa ktheshin nga Stambolli me 14 valixhe me medikamente dhe 300.000 euro kesh. Ndërkohë që pas mbërritjes së bagazheve nga doganierët e doganës Rinas, grupi i antikontrabandës, antitrafikut dhe policia Rinas u konstatuan 14 valixhe, 1.057.840 medikamente me mbishkrimin Unifiet me peshë totale 417.1 kg, të cilat u sekuestruan së bashku me vlerë monetare të padeklaruar. Nga hetimet rezultoi e provuar kryerja e kontrabandës me mallra të licencuar medikamente të pa autorizuar në Republikën e Shqipërisë. Prokuroria arriti në përfundimin se vepra penale është kryer në bashkëpunim nga të 5 persona të arrestuar. Mallrat e sekuestruara, të cilat konfiskohen barna në kuptim të ligjit numër 105 fraksion 2014 për barnat dhe shërbimin farmaceutik të ndryshuar, kërkojnë autorizim tregtimi, autorizim përdorimi dhe pullën e kontrollit lëshuar nga AKBPM në përputhje me detyrimet e përcaktuara në ligjin numër 105 viti 2014 për barnat dhe shërbim farmaceutik të ndryshuar, thuhet në njoftimin e prokurorisë.